dhe të luftosh atje me veten, mund të shkosh deri në pikën që të mbjetosh, po nuk shkon dot në pikën që të krijosh fitim dhe të rritesh. Po të bashkohesh me tjetrin në krah, dhe me tjetrin atje, atëherë ndryshon puna. Dhe këtu nuk flasim fare për bashkimin si dikur, flasim për bashkimin në interes, që do thot prodhimi se cili e bën vet, por ama ka një koordinim me tjerët se çfarë do prodhojmë, si do prodhojmë, në mënyrë që kur të shesim të jemi bashkë dhe të kemi volum të madh, dhe të bëjmë sukses. Dhe atë volumin e madh të mund ta grumbullojmë, ta konservojmë për kohën kur duhet ta nxjerrim në treg, ta përpunojmë, mos çojmë më vetëm gjithë këto produktet freskëta ti marrim siç janë nga fusha, ti çojmë në Europë, por një pjesë të tyre ta përpunojmë këtu, të prodhojmë, të nxjerrim në produkte këtu, të krijojmë vlerë të shtuar këtu për tregun vendas, edhe për tregun e huaj. Siç ndodh me vajin e ullirit, duhet ndodhi edhe me të tjerat. Dhe këtu natyrisht që duhen financime, dhe financimet janë. Nuk kemi arritur në pikën që themi o bobo se u ndërtuan shumë pika agropërpunimi, po mbi prodhohet salc, domatesh shqiptare, dhe s'kemi më mundësi që të financojmë fabrikat tjerë. Nuk kemi arritur të pikë. Kemi një numër qesharak fabrikash që përpunojnë prodhimet tona bujqësore. Kjo është e papranueshme. Dhe në rast se ata që kanë ambicie për të rritur ekonomikisht më shumë, duan të rriten me shpejtësi, duhet të agropërpunojnë. Shumë e thjeshtë. Jo thjesht të prodhojnë atje dhe të jenë në mëshirën rashiu, s'rashiu, erdhi breshri, s'erdhi breshri, erdhi uji, s'erdhi uji. Historia e planetit ka ndryshuar. Po shikoja dje çfarë ka bërë uji në jugun e Italisë, ishte të mërshme. Rën rrugët, çar kodrat dhe një qytet i tërë atje tani janë mbledhur dhe s'din çfarë i bëjnë se po bie. Kjo është historia e ndryshimeve klimatike etj. etj. Dhe ne nuk bëjmë përjashtim nga kjo. Pavarësisht se ne jemi tipa të çuditshëm, kur e shohim përmbytjen në Itali, e shohim në Greqi, e shohim në Malzi, e shohim në Maqedoni, kudo na duket diçka që e sjell natyra. Kur e shohim këtu na duket diçka që e sjell qeveria. Por nga ana tjetër, nuk ja dalim dot me sukses edhe hapjes me Bashkimin Evropian. Hapja me Bashkimin Evropian